ka ndërtu rrugë dhe në bisedime me Zotin Kurti ka ndërtu proces. Dhe ai proces është zbardhur me një ram edhe në takimin e parë dhe në takimin e dytë. Okej. Proces jo emra. Angazhimi i përbashkët që i japni vendit president përmes një konsensusi madhëgjom politik, nëse kjo nuk arrihet përmes një marrëveshje klasike politike. Asnjë në as tjetra nuk hyrin funksion sot masdite sepse vetëvendosja si grup parlamentar doli me një propozim krejt të tyre me libresë partije, përkundër se termin kandidat pa libresë partije ka përdorur vetëm Zoti Kurti. Po, pse ky Zoti Konjusa si president i ri i Kosovës nuk do ishte i mirë, Zoti Haziri për juve? Po nuk po flasim tash për emrin përveçëm sepse po ata e kanë nxjerrë emrin e përveçëm. Ata e kanë nxjerrë. Deri sot masdite emra që më përmend një largupi tavolinës. Edhe ky është nxjerrë një emër i cili dhe praktikisht do të jetë vështirë me besu që do të arrijnë pa marrëveshje politike edhe pa konsensus me u zgjedh president, me dhënë vendin e presidentit. Mas 24 orëve, mas 26 orëve ne jemi në shkeljet kushtetutës. Po, Dem Hasaj. Shëndetje Zoti Aziri. Përshëndetje. Në rast se nesër presidenti Osmani arrin me mbledh 30 nënshkrime edhe më bë pjesë e procesit me hyn gar, a merr pjesë në DK-an seancë a jep votat për zonin Osmani? Jo, para po diskutoni në atë që do të konjusë do që të kuptë dhe sot, emri së u laku si mundësi që mi pas të nënshkrim, por nuk është autoritet e cila hyn në garë për të bërë kvorum dhe proces politik. Aja ka qenë një autoritet e cila mund të jetë mbi partitë politike dhe me ndërtu një konsensus ma gjonë për to, por vetë vendosja e shkeli si mundësi. A ta bëj një pyetje për ta bërë një lajm bombastik te gazeta Blitz e Çollakut, Zoti Aziri. A ka hapësirë, a janë të hapura dyert